Dhuna dhe molotovët nuk kanë vënd në një shtet demokratik. Në përfundim të vizitës 2 ditore në Tiranë, kreu i Komisionit të Jashtëm të Parlamentit Evropian, David McAllister, kritikoi protestat e dhunshme të opozitës, ndërsa bëri thirrje për dialog politik në një moment vendimtar për fatin evropian të Shqipërisë. Duhet të ketë më shumë stabilitet dhe dialog politik në vend. Shumica duhet të krijojë hapësirë për opozitën dhe opozita të jetë më bashkëpunuese. Protestat e dhunshme nuk kanë vend në demokracinë funksionale. Pamjet e molotovëve dhe fishek zjarreve të hedhura drejt godinës qeveritare kishin shqetësuar kreun e delegacionit prej 9 antarësh të Parlamentit Evropian, i cili shmangu takimin me kryedemokratin Sali Berisha. Kur udhtojmë ne, takohemi edhe me udhëheqës e përfaqësues të opozitës. Sot jemi takuar me 3 përfaqësues të PD-s dhe të tjerë të partive opozitare. U takova me Bardhin, Tabakun dhe Vokshin, por nuk do takohem me Berishën sepse do t'ikin në aeroport. McAllister refuzoi të komentoj çështjen e zëvendës kryeministres Balluku, ndërsa nënvizoi se rasti duhet të hetohet plotësisht. Nga Tirana, kreu i delegacionit rikonfirmoi dhe mbështetjen e Parlamentit Evropian për rrugëtimin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, duke vlerësuar hapjen e të gjithë grupkapitujve dhe reformat e ndërmarra.